Allahu Akbar. Ashtu si në shumë qytete të tjera të Maqedonisë së Veriut, edhe në Shkup shumë besimtarë u mblodhën në xhami për të falur namazin e Bajramit. Manifestimi qendror u mbajt në xhaminë e Mustafa Pashës në Shkup. Gjatë ceremonisë u recituan ajete nga Kurani dhe u kënduan ilahi në disa gjuhë. Në mesazhin e tij para besimtarëve, kreu i Bashkisë Fetare Islame Shaqir Fetahu tha se madhështoria e kësaj feste të madhe qëndron në faktin se në këto ditë është plotësuar zbritja e Kuranit. Janë ditë të kryerjes së haxhit dhe besimtarët kryen obligimin e prerjes së kurbanëve të tyre për hir të Allahut. Kurban Bajrami është shprehje e besimit të palëkundur për të sakrifikuar gjithçka, po bile edhe më të shtrenjtën për hir të Allahut, për të dëshmuar në praktikë se dashuria dhe përkushtimi ndaj madhërisë së tij është mbi çdo gjë tjetër, ashtu siç veproi Ibrahimi alayhis salam, i cili ishte i gatshëm për të flijuar birin e tij Ismailin. Institucioni i Kurbanit është një shprehje konkrete për të kuptuar se nuk ka vepra madhore, pa përpjekje dhe flim madhor, dhe se njeriu vlen aq sa është i gatshëm të ndajë më të dashurën për të tjerët. Andaj festa e Kurban Bajramit nuk është thjesht një ditë feste, por është festë që edukon besimtarin të jetë bujar, fisnikron shpirtin dhe zemrën, e bën pjesëmarrës në vepra të mëdha, e nxit të jetë solidar, të ndihmojë të varfurit dhe skamnorët, forcon lidhjet shpirtërore dhe shoqërore, nxit unitetin në të mirë dhe në vështirësi, dhe kultivon paqen, dashurinë e bashkëjetesën mes njerëzve. Pas namazit, ky bajram karakterizohet me therrjen e kafshëve në shenjë devotshmërie ndaj Zotit, një ritual që buron që nga koha e profetëve Ibrahimit dhe Ismailit. Pas kësaj, vazhdohet me vizitat tradicionale tek të afërmit, ndërsa gëzimi më i madh është tek fëmijët që sot marrin edhe dhurata.